Më ka një pyetje nga një prind, një vëlla musliman. Më ka shkruajt. Ta parashtroj ndonjë hoxhës e doshta me ta parashtroj. Kështu thotë ai vëlla. Deshta një pyetje më ia bën ndonjë hoxhës i cili vjen te ti sonon podcast. Para 23 viteve më ka lind një djalë, ka lindi smur handicap 100%. Djali është ende i gjallë, edhe për të kujdesim unë dhe gruaja. Kur më ka lind djali i smur, unë nuk u falshna dhe e përdorshna alkoolin. Pastaj ka dalë fillova të falem dhe jam largu nga alkooli që 10 vitet e fundit falem rregullisht, jap sadaka, zeqat, pres kurban. Pyetja ime është kështu, më intereson mendimi, lindja e djalit të smur, a është dënim ose sprov nga Allahu? Pasi kur ka lind djali i smur, unë nuk kisha lidhje me Islamin. Dhe në ditën e gjykimit, pyetja e ditët, a mundet ky djalë të na ndihmon neve prindërve? Pasi tani do t'i mbush djali 23 vjet. Sepse me thot me lejen e Zotit djali jem do të jetë nga banorët e xhenetit, inshallah. Sprovimi do ardha në jetë e këtij djalit me nevoja të veçanta është sprov për ty. Ama nuk është ndëshkim. Pse është sprov? Sepse kërkon kujdes të veçantë. Një fëmijë i cili s'ka nevoja të veçanta, vetë ju, domethënë i bën shumë punë. Ky fëmia me nevoja të veçanta kërkon një kujdes shtesë. Shumicën e punëve duhesh me asistu ti, edhe bashkëpunëtoja jote. Andaj është sprov, është test. Testohet durimi jot, testohet zemërgjësia jote, testohet urtësia jote kështu më radh. Ama ndeshkim asesi pse? Sepse u bë sebe për udhëzimin tanë. Nevojat e veçanta të tia dhe analiza e gjendjes tënde ka kthjell. Dhe të ka sjellë në situatë që ti të udhëzohesh. Edhe fillon të falesh, që është adhurimi më i madh në Islam, edhe të kysh obligime të tjera të cilat janë shkak që ti të fitosh mëshirën e Allahut dhe shpërblimin e tij xhenetin. Që xheneti është shpërblim aq i madh marramendës. E syri se ka pa, veçi se ka ndëgju, e as që ke mujt me fantazon jetën tonë ndonjëherë. Edhe andaj, a mundet me ndihmu, ai veç të ka ndihmu. Ai veç të ka ndihmu. Në dy aspekte. E para se çdo kontribut shtesë që e bën për te, shpërblehesh. Se ti për shembull nuk e ki lehtësimin e prindit që ka fëmin me pa nevoja të veçanta. Edhe për çdo mund shtesë shpërblehesh, më shumë se ai prindi që s'ka fëmin me nevoja të veçanta, e dyta është bërë seve për udhëzimin tan. Edhe ai veç të ka ndihmu për tash më slasjen, domethënë që ka me të ndihmu në ahiret, edhe normalisht grada jote në ahiret, në xhenet inshallah taala, ka më qenë shumë më e madhe se sa ajo sikur të mos e kishe pas këtë djalë. Se ma pak mund të jepshe, edhe pikpyetja të udhëzoheshe. Kjo që Allahu ta ka thënë realisht me këtë sharimin tem derse ky fëmijë është dhunti për ty, as sprov bila. Po sprovi themi na për shkak se pozicionimi jot pastaj e cakton a është dhuntia, është begati. Andaj ulemat kanë thonë, nëse do me kuptu një gjë, a është begati për ty, a është ndëshkim për ty, shife ku të çon. Andaj çdo vështirësi që ta afron te Allahu është dhunti. Dhe çdo dhunti që të largon prej Allahut është ndëshkim edhe dënim. Në këtë rast faktikisht ky fëmijë është vështirësi, po të ka thënë te Allahu që ka dhunti për ty. Allahu akbar.